Draft ligji për gjykatën speciale tashmë është gati. Këtë ka konfirmuar për Tribuna Channel këshilltari ligjor i kryeministrit Besnik Berisha. Ky i fundit ka bërë të ditur se draft ligji i cili konsiderohet si i fundit e posedon Ministria e Drejtësisë dhe i njëjti do të procedohet në kuvend ditëve në vijim, duke mos precizuar datën. Berisha nuk pret që draft ligji dhe amendamentet për specialën do të votohet ditën e njëjtë, ashtu siç po raportohet në media. I kontaktuar nga Tribuna Channel, Ministri i Drejtësisë Hajredin Kuqi nuk ka dashur të zbulojë detaje lidhur me procedimin e ligjit. Ai ka thënë se është çështje e vendimit politik kur dhe si duhet të draftohet. E në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauko Njufca ka thënë se pritet që të enjtën e ardhshme do të provohet sërish të nxirret për votim gjykata speciale. Recep Selimi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka përmendur disa arsye në rrjetin social Facebook se pse nuk bën të votohet gjykata speciale. Sipas tij, deklarata e kryeprokurorit të Task Force-s hetimore Clint Williamson është argumenti kryesor që tregon se gjykata speciale ja faturon Kosovës dhe shqiptarëve, siç thuhet, spastrimin etnik. Mendim krejt ndryshe nga Recep Selimi ka deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rustem Mustafa. Ky i fundit në rrjetet sociale ka shkruar se gjykata hap rrugën për zhvillim të vendit. Gjykata speciale do të funksionalizohet me synimin se do të ndihmojë në vendosjen e rendit, ligjit në vend dhe duke ndihmuar zhvillimin dhe lirinë, duke sjellë vendime të drejta dhe të besueshme për tema të hapura apo dyshime mbi kohën e luftës apo pas luftës, ka shkruar Mustafa. Deputeti i PDK-s thotë se gjykata më shumë do të ketë punë me vepra të dobta kriminale dhe ato që lidhen me krime ekonomike, të cilat kanë ndalë zhvillimin ekonomik dhe politik të vendit.